E në vazhdim, do të ju sjellim një rrëfim, bëhet fjalë për rrëfimin e Hasan Metushit, i cili e kujton 16 janarin, teksa shikon vetën në fotografi, i ulur përballë 3 trupave të vrarë, babait dhe 2 axhallarëve të tjerë. Teksa lemon emrin e Sahide Metushit të gravuar në përmendore, Hasan Metushi po mundohet të gjejë ngushëllim për trupin e pagjetur të nënës së tij. Si e kanë vrarë? E kanë morë shkijet edhe e kanë shtinë. Me një pizgave thujnë që kanë pogë do gronë në fshatë, me një kiset bërlugu të zizë, e kanë shtinë në pizgave rasha u hunë. Ta shpedi fa automjeti u hunë, edhe e kanë marë ato për të që 27 vite s'dim për fotin e saj. Dhe me shpresë që një ditë, mojmë shpresë që dhe ta gjojmë edhe dhe ta varrosë mesin e këtyve këtu. Pavarësisht dhimbjes së madhe, Hasani, i cili është ushtar në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, thotë se sot ndjehet krenar si familje. Ra gjoku i tyve dhe u shliru, se në bo shumë masakra dhe shumë njëre e ka përjetu ranë. Mesin e këtë masakra, rakja dhe e qiti ndrit këtë popull dhe këtë Kosovë. Një ditë pasi forcat serbe vranë e masakruan mbi 40 banor të fshatit Reçak në Shtime, Hasani kishte shkuar pranë trupave të familjarëve të tij. A ishin kanë ngëri pe mrazit ta. Kretë ku homat ngërin e ishin konë. Baba tana në gjykse, mingja në gjykse këtë pjesë. Metushi shpreh zhgënjimin ndaj institucioneve të vendit. Ju kemi bërë shumë ty në njerëzve që su kemi ra mas sa dhe pak dikon me dënu për këtu masakra. Moti i ftohtë e Bora i kujtojnë edhe Agron Mehmetit ditën e 15 janarit vitit 1999. Nuk është e lehtë që për një moment me një mëngjes gjuhësh dhe 45 banor të Reçakit zhdukun sikur mos më ekzistu kurrë. Agroni, i cili ishte 22 vjeçar asë kohe, pa me sy të merrin e asaj dite. Fillim është plagus djali i Axhës, 8 vjeçar Elhamia. Vajza Axhës në mshaja ka thirrë babën e vet, o baci ka thonë vrajtën Elhamien, edhe ai tuar te djali i vet. Me marr atë, edhe ato kanë qelluar me snajper. Niku, edhe ai ora pra neve aty. Pas vajza ka bërë më shumë kur e kanë vrarë babën, e kanë qelluar edhe në mshahën në Gjaks. Gati se çdo fëmijë i Reçakut historinë ka mësuar nga familja, me që të gjithë kanë familjar të vrarë, po në këtë masakër. Më kanë tregu prindrit që mi kanë masakru, edhe më kanë rënë martër, gjyshi dhe xhaxhoi. Edhe më kanë kallëzu prindrit që kanë ndodhur një masakër, unë jam mbej se banush kamerët, e kanë masakru dhe e kanë heq kokën. Liana e Blerina, të shoqëruar me shumë fëmijë të tjerë, vizituan këtë kompleks, ku njoftuan për historinë dhe nga mësuesi i shkollës Skënderbeu, Xhelal Ismaili, edhe ai tregon se ditën e 15 janarit u masakrua edhe vetë babai i tij. Nxënës janë tashtë që kanë lindur pas luftës dhe nuk kanë njohuri të duhura të cilat që duhet i kenë në tekstet mësimore, si për Reçakun, ashtu edhe për heroizmin e Kosovës, të cilat janë në periudha të ndryshme. Për të gjitha këto ai ka dëshmuar për disa ditë radhazi edhe para tribunalit të Hagës në vitin 2002. Ngjarja e rëndë në Reçak nxiti reagimet e ndërkombëtarëve ku NATO vendosi të sulmojë caqet ushtarake policore serbe.